Ta themi nuk po thëmë bashkë asimilim, por drejt asimilimit ku shumë të rinë, familjarë të ri, po shkojnë ditën e festave, ditët e bajramit, po marrin rrugë jashtë Kosovës për me festu, me vetë. Dhe po e harrojnë traditën e pritjes e mysafirëve dhe ndarjes e dashnisë, e begatisë me të tjerët. Jo, kjo e kom pa që është duke u praktiku, Goxha shumë. Po edhe shumë, po në veçanti në ditën e parë të bajramit nuk preferohet që ti të largohesh nga familja. Pa marrë parasysh çfarë lidhje ki me shoqërinë ose me njerëzit që e organizu, mos e le ditën e bajramit. Prandaj respekto festën tonë. Ani po jemi marrë vesh me shoqërinë ose me kolekte punës e diçka, jo në ditën e parë të bajramit. Përjetoje festën e bajramit me anëtarët e tu të familjes, sepse ata i kije obligim. Ti gëzosh ma shumë, po edhe do me thonë organizimet e tjera edhe vizitat, se ti ndoshta e ki babën dhe nonën një mosh. Ata nëse ti shkon, largohesh, ose në Perëndim, ose dikun tjetër e më festu me shoqërinë tone, dhe pe harron babën edhe nonën, me të vërtet është shkelje e rëndë, sepse Zoti në Kur'an ka thonë, ai ka caktue që të adhurohet Allahu dhe mos të adhurohet tjetër kush, dhe mirësjellja me prindrit. Pra e kemi obligim që të adhurojmë Zotin e Madhrishëm, po me njerë mas adhurimit të Zotit, e kemi obligim që të mirësillemi me prindrit. Nëse ja u prishim ditën e bajramit prindërve, është shkelje e madhe.